është burimi I jetës, kështu na kanë mësuar të paktën. Ne dim që ai përbën rreth 70% të asaj çfarë ne jemi, peshës trupore tek një I rritur dhe luan një rol kyç biologjik nga qarkullimi I gjakut e deri tek filtrimi I mbetjeve përmes veshkave. Megjithatë, pavarësisht rëndësisë së tij, ne akoma pyesim njëri tjetrin, pyetje të tilla si sa litra ujë duhet konsumojmë ditë, a duhet patjetër ndjekim atë rregullin e 2 litrave në ditë që është konsideruar një rregull standard. Prandaj vendosëm që ta sillnim në studion e Mesdritës ditën e sotme dhe për t'i dhënë ndoshta një përgjigje një herë mirë pikërisht kësaj dileme, lidhemi përmes Viberit me nefrologen Marsida Duli. Marsida, përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi. Edhe për ne, faleminderit që gjete kohë dashur. Mirë, e nisim bisedën pikërisht me këtë pyetjen e famshme, a duhet patjetër pim 2 litra ujë në ditë dhe çfarë ndikimi ka ky fundit tek ne? Më lejoni t'ju shpjegoj disa nocione bazë që të mos jetë postulat dhe të mos jetë totalisht e prerë një shifër e caktuar e cila nuk ka një vlerë për të gjithë individët dhe në çdo moment të kohës, të ditës, të vitit e kështu me radhë. Ne në përbërjen tonë të organizmit tonë, pra e gjithë popullata, ka një përbërje 50 deri në 75% ujë. Pra, është një range, është një kufi, si minimal ashtu edhe maksimal, I cili përcakton që individ të ndryshëm, në grup mosha të ndryshme, gjini të ndryshme, kanë përbërje të ndryshme të ujit. Pra, jo se cili nga ne në trupin ton kemi të njëjtën përbërje uji. Ndryshon sipas grup moshave, në përgjithësi fëmijët, latantët kanë përbërje më të lartë të ujit. Njëkohësisht gjinia mashkullore në krahasim me gjininë femërore ka pak diferencë në sasi më të shtuar të lëngjeve në përbërjen e trupit të tyre. Pra, ashtu siç jemi unik, ashtu kemi unik edhe përbërjen e ujit secili nga ne. Kjo është e përkthyer ndryshe dhe në nevojat sipas fiziologjisë, sipas grupmoshave, sipas gjinisë, sipas gjendjes fiziologjike të secilit nga ne. Që do të thotë, femrat kanë më pak nevojë uji se sa meshkujt konsumojnë, sepse edhe në përbërjen e tyre kanë më pak. Njëkohësisht fëmijët patjetër që kanë sasi më të vogla në raport me peshën, në raport me të rriturit, por me peshën e tyre dhe me përbërjen e përqindjes së ujit në trupin e tyre që e kanë më të lartë të tjerë deri në maksimum në 75%, sasia e lëngjeve që konsumohet dhe kundërta delidrimi në këto raste do ndikonte negativisht në gjendjen dhe në dehidrimin e njëhershëm të këtyre grupmoshave. Zonjat, gratë, femrat të cilat janë në periudha laktacioni, janë në periudha shtatzanie, kanë nevoja më të shtuara për lëngje. Sasia e lëngjeve që ne konsumojmë nuk është e prerë me thikë. Që do të thotë, në periudha të ndryshme, ne kemi nevojë për sasi të ndryshme të lëngjeve. Për shembull, ne gjatë 24 ore, pra gjatë një dite normale, ne harxojmë nga trupi jonë sasi, humbasim sasi lëngjesh. Humbja nuk është vetëm përmes urinimit, që është evident, është I shikueshëm. Por edhe përmes djersitjes. Po, është tjerësitja, është frymëmarrja, trakti gastrointestinal ku prodhohen lëngjet, pështyma, ku ndikon në lubrifikimin, kemi lëngjet artikulare, lubrifikimin e artikulacioneve, kemi përmbajtjen fekaloide, defekimit, pra, e kështu me radhë, pra kemi humbje në organizmin ton, kështu që pjesa sasisë së lëngjeve që ne marrim, në radhë të parë duhet t'i kompensoj këto nevoja në mënyrë që të mos prishim ekuilibrin dhe përqindjen e caktuar të trupit ton
me lëngje për të mos humbur atë raportin e shenjtë, ja them në mënyrë figurative, pasi është një raport shumë i rëndësishëm që ruan ekuilibra shumë të rëndësishëm që janë ekuilibrat elektrolitik të cilët sigurojnë mbijetesën dhe mirë funksionimin e organizmit tonë. Pra, ekuilibri dhe sasia e thënë në fjalë 2 litra ujë, 2.5, 1.5, apo shifrat të cilat janë të përmendura, të diskutuara gjërësisht, apo individ të ndryshëm janë në dilema të ndryshme se sa duhet konsumuar, ka 1001 pyetje nga pas, të cilat në mënyrë fiziologjike dhe funksionale të organizmit tonë, ato përkthehen në nevoja bazike jetësore. Organet tona që vuajnë më shumë nga mungesa sasive të lëngjeve fillojnë nga veshkat, me mushtërinë, zemra, truri e kështu me radhë. Doktoresh, mund të flasim gjithashtu edhe për sinjalet që trupi ynë na jep në momentin që ne nuk marrim sasinë e duhur në momentin që ne dehidrohemi, pra kemi një prishje të ekuilibrit të lëngjeve në organizmin tonë, pra në bazën e prurjeve dhe humbjeve që ne kemi, pra kur i vendosim në një peshore marrjet dhe humbjet e organizmit dhe kemi një dizekuilibër, pra humbet ajo përqindja e lëngjeve në organizmin tonë, pra kemi mungesë të lëngjeve në organizëm, fillojnë dhe shfaqen rregullimet elektrolitike dhe në trupin tonë ka receptor të shumë, të cilët çojnë një informacion të rëndësishëm në sistemin tonë nervor shëndror, i cili përkthehet me etje. Pra, një ndër shenjat kryesore etja. Por, nuk është etja e vetmja shenjë. Është dhe urina, apo jo? Po, është saksimi sasisë urinës, që si nefrologe i mëshoj kësaj pike shumë të rëndësishme, ku ulet sasia e urinimit, urinat tona janë më të përshëndruar, ka një ngjyrë më të errët, ka një aromë më të përshëndruar, pra shpeshtësia shumë e ulur në krahasim me momentet të tjera të përgjithshme të përditshmërisë. Ne fillojnë edhe më pas edhe shfaqen edhe shenjat e infeksioneve urinare. Një dehidrim shkakton shenja problematike dhe simptomatologji cilet edhe në sëmundje të aparatit urinar, duke përfshirë rritjen e mundësisë dhe incidencës dhe prevalencës së infeksioneve urinare, të burrave, që pjesa më e madhe e qytetarëve kanë një nivel dehidrimi jo të kënaqshëm. Kjo është sepse ato i dedikojnë nevojave bazike të organizmit të tyre për konsum uji vetëm ndjesi e etjes. E rëndësishme për trupin tonë nuk është vetëm shenja e etjes. Ka rëndësi dhe disa parametra të tjerë përveç urinimi që sapo ju përmenda, është njëkohësisht niveli i hidrimit të lëkurës, turguri i lëkurës, dhe shumë shenja të tjera, si që sasia e lëngjeve në nevojë, termorregullimi, pra perceptimi i nxehtësisë apo të ftohtit dhe kështu me radhë. Pra janë disa element, jo një ndër, por ka shumë element, të cilët janë informues të cilët nga ne për të konsumuar sasinë e duhur të lëngjeve. Si që përmënda, ndjes, po si që përmënda duhet jeni shumë të kujdesshëm në sasin dhe në grup moshat, në gjinin, në gjendje fiziologjike, apo edhe qoftë patologjike të individëve. Marsida, ndalemi pikrisht ky kujdesi, forma e saktë, forma e duhur për të marrë sasin e domosdoshme të ujit në ditë. Pra, kur themi atë 2 litërshin apo më pak, më shumë se sa 2 litra, si duhet ta ndajmë dhe temperatura e ujit cila duhet jetë? Në përgjithësi, temperatura e duhet jetë në ato të ambient. Pra, Mirë, me sa duket kemi një problem në këtë lidhje të drejt për drejt, do mundohemi të rilidhemi me Marsidën dhe një herë, gjatë na komunikoj
kur lidhja të jetë cilësore që dhe komunikimi të jetë i qartë, dhe kemi domosdoshme, Alma, apo jo, sepse ne di me thamë të në hapje të bisedës që uji është i domosdoshëm për atë çfarë ne jemi dhe konsumimi këtij të fundit është patjetër i panegociueshëm, por duhet të dimë si ta marrim. Dhe kam një pyetje për doktoreshën, sapo të përfundoj përgjigjen që ishte duke dhënë. Pra, Marsida, si duhet apim ujin të ndarë në gota, në sa sasi dhe temperatura cila duhet jetë për gjithë ata që nuk e dëgjuan? Po, sasia e gjëve që konsumojmë varet nga Se duket vijojmë të kemi ende probleme si pasojë e më të lartë. Regjia do duhet na komunikoj, sapo ta kemi Marsidën me dëgjim të mirë për këtë bisedë, për t'i dhënë gjithë këshillat atyre shikuesve të cilët janë përpara ekranit dhe duan të dinë se sa litra ujë duhet të pinë në ditë, nisur nga higjienia është faktor, kushtet shëndetësore, klima e vendit ku ne jemi, për masa trupore, aktiviteti fizik gjatë ditës, por janë disa faktorë të cilët janë përcaktuar se sa ujë ne duhet pimë dhe menjëherë sapo ti përgjigjet pyetjes Syrianit që me të drejtë publiku po pret të dëgjoj, do doja ta pyesja dhe për ne që pimë shumë kafe, duke qenë se kafja është dehidruese, sa ujë do duhet ta shoqërojmë, por ti përgjigjemi edhe një herë pyetjes tënde Syri. Pra sasia e lëngjeve që ne konsumojmë varion sipas stinës. Në stinën e verës ne duhet konsumojmë sasi më të shtuar të lëngjeve, por nuk duhet të harrojmë që përmes djersitjes ne humbasim dhe elektrolitët. Kështu që është e rëndësishme që përveç ujit normal duhet të kemi dhe shtesat e elektrolitëve në formën e tresolit, në formën e elektrolitëve e kështu me radhë. Njëkohësisht aktiviteti fizik, vrapi, ecjet, aktivitetet sportive të ndryshme duhet të shoqërohen njëkohësisht me elektrolit. Përveç sasisë së shtuar të lëngjeve, duhet të konsumojmë njëkohësisht elektrolit sepse humbasin më shumë. Nëse përdorim vetëm ujë të pastër pa elektrolit, riskojmë të prishim ekuilibrin elektrolitik të gjakut, që është i domosdoshëm për ekzistencën dhe mirë funksionimin e organizmit tonë. Nga ana tjetër, zonja që janë shtatzana duhet konsumojnë sasi më të shtuar të lëngjeve. Zonja të cilat janë në periudhën e laktacionit të gjithëdhënies duhet të kenë sasi më të shtuara të lëngjeve. Por këtu duhet kemi kujdes të gjithë individët të cilët vuajnë dhe kanë në historinë e tyre sëmundje kronike. Çfarë do të thotë? Sëmundje kronike të veshkave, të cilët nuk eliminojnë sasinë e duhur të ujit, kështu që një sasi e tepruar dhe e shtuar e ujit do të sillte dëme dhe mbi ngarkesa të gjithë organizmit në lëngje. Një insuficiencë kardiake, pra një sëmundje e zemrës, e diagnostikuar, edhe kjo ka pasoja nëse përdorim sasi më të shtuara të lëngje. Pra një Në fund të kësaj bisede do doja të daleshim dhe një moment tek ata që duan fort kafen, si unë, që mund të pinë 3-4 kafe në ditë, dhe dehidrimi është patjetër i lartë, se na e keni shpjeguar se çfarë ndodh. Me sa ujë duhet shoqëruar kafja për mos ta patur këtë efekt? Çdo kafe duhet shoqërohet me një gotë ujë në çdo moment, sepse ka efekte diuretike. Nuk është vetëm kafja e cila duhet shoqëruar me ujë, por edhe alkooli njëkohësisht, pavarësisht se duket sikur konsumojmë sasi lëngjesh, ato kanë efekte diuretike. Shoqërohen me sasi të shtuara të urinimit dhe me dehidrim të organizmit. Kafja e alkoolit duhen shoqëruar me sasi të shtuara të lëngjeve në organizmin tonë. Një kafe dhe një gotë ujë duhet të jenë gjithmonë të pranishme në tavolinë, gjithmonë së bashku. E qartë, doktoresha, faleminderit shumë për gjitha informacionet. Faleminderit shumë. Herë në radhës së presim në studio. Mirë, morën vesh se sa ujë duhet konsumojmë ditë, se si ta pim kafen, me çfarë ta shoqërojmë. Mund ta ndjek këtë këshillën se e ka marrë edhe personalisht doktoreshës, po besoj dhe ata që na ndjekin po mirë të bëjnë të njëjtën gjë. Mirë, publik i dashur, shkëputemi për një hapësirë pa shkurtër publicitare, rikthehemi në studio dhe flasim për Grashta Zën.